Gjykata e lartë ka prishur vendimin për dënimin me 15 vite burg në mungesë nga gjykata apelit të posaçëm ndaj të shumë kërkuarit Domart Konjari. Pavarësisht se ndodhet në Arrati, Domart Konjari ju drejtua shkallës së tretë të gjyqësorit, ku kjo e fundit vendosi që gjykimi ndaj tij të ribëhet në gjykatën e posaçme të apelit, por me një trup tjetër gjykuese. Apeli i posaçëm e dënoi Domart Konjarin më 7 tetor të vitit 2021 për veprën penale krimi i organizatës kriminale pastrim parash, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe falsifikim. Ai sipas hetimeve të SPA ka drejtuar një grup kriminal që trafikonte kokainë nga Amerika Latine dhe heroin nga vende të tjera për në Bashkimin Evropian. Kryesisht lëndë narkotika i shpërndante në Francë, Belgjik dhe Gjermani. Gjatë procesit për dënimin e Domart Konjarit u morën dëshmi të 10 shtetasve francezë, por edhe prova të tjera nga ky shtet kundër tij. Domart Konjari njihet edhe si një nga të fortët e Tiranës, ku ka shpëtuar disa atentateve vite më parë. Konjari era në prangat e policisë në nëntor të vitit 2015 për llogari të një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet franceze, por 5 muaj më vonë ju zbut masa e sigurisë në detyrim paraqitje dhe që prej atij viti Konjari nuk është arritur të kapet. Domart Konjari është në kërkim edhe për ekzekutimin e Devi Kasmit në kryeqytet. Hetuesit kanë dyshime se Konjari dhe Kasmi drejtonin një rrjet të trafikut të kokainës në Spanjë, por konflikti i nisur për pazaret e drogës përfundoi me vrasjen e Devi Kasmit.